Besimtarët musliman në Shkodër kanë festuar festën e Kurban Bajramit. Në hutbën e mbajtur myftyi i Shkodrës Imam Muhamet Qytari foli për çështjen e pronave. Ai tha se po shohim ditë ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufijt e pronave legjitime, duke u ndalur te kulla që po ndërtohet në qendër të qytetit të Shkodrës. Imam Qytari u shpreh se është një vakef i grabitur. Sipas myftyut të Shkodrës, nuk mund të ecë para një vendi i cili nuk respekton pronën. Ne nuk duam që politika të djallëzuara të praktikohen e të lëvrohen në realitetet tona. Po shohim dita ditës një tendencë të çuditshme për të hequr kufit e pronave legjitime të pronarëve legjitim, si për të thënë për të shkrirë gjithçka dhe mos me e ditë askush se çfarë është e tia, sa është e tia, dhe me thanë i pamundumuni si në rastin këtu që kjo është e imja, ndërkohë që ky është një vakëf i grabitur dhe poshtënimi i Zotit do të jetë mbi ata të cilët kanë lejuar dhe vazhdojnë të lejojnë këtë barbarizëm dhe këtë dhunë ekstreme mi faqen e dhëut në zemër të Shkodrës, në këtë tokë të vakëfit, i cili shtrihet nga cepat më të largët të xhamisë Ebu Bekër dhe përfundon matan asaj rangallës së ngritun atje matan. Po ja pra, se na mori 67-ta dhe i prishi dhe i shkallmoi, dhe na erdhi një periudhë kur ne shpresonim dhe besonim se njerëzit me të kthy nga dëshira për liri dhe demokraci do të vlerësonin njëkohësisht edhe fen, do të respektonin shejtëritë e njëri tjetrit, do të respektonin pronën e njëri tjetrit, por rezultoi se ne kishim gabuar dhe ky ishte një mashtrim i madh, i cili jo vetëm që nuk e ktheu të drejtën tek i Zoti, por i bani njerëzit të hynë në vllavrasje dhe kacafytje, në përçarje dhe urrëtie që sa vjen dhe shtohet dhe Zoti e rujt këtë shoqëni nga pasojat e asaj që është mbjellur prej kohësh, një farë e keqe, e mallkuar, e cila nuk don që ky vend të lulëzojë dhe të ecë përpara. Nuk mund të ecë përpara një vend i cili nuk respekton pronën e pronarit legjitim. Nuk mund të ketë begati në një vend ku ndërtohet prosperiteti dhe ardhmja ndërtuar mbi vakëfet e vjedhuna dhe të grabituna. Nuk mund ndërtohet e ardhmja e një shoqënie mbi pazaret e harameve, sepse harami e ka dritën e shkurtër të dashurit e mi. Dhe kjo është një çështje të cilën ne duhet ta themi me të madhe, sepse e kemi frikë Zotin, e do të vdesim një ditë dhe do të kthehemi tek Zoti i gjithësisë, e çfarë do t'i themi krijuesit ton? Mirë, po para se të mendojmë se çfarë do t'i themi krijuesit ton në ditën e gjykimit, ejani të bëjmë llogaritë asaj dite këtu sa jemi gjallë, e sa rreh damari, e sa rreh zemra, e sa kemi ujë në fytyrës të papërlyer nga haramet e nga aferat e haramive. Ne nuk jemi të harameve, ne nuk jemi të zullumeve, ne nuk jemi të mishmasheve dhe zigzakeve për asgjë në jetë, e sidomos kur bëhet fjalë për shejtërit. Prandaj kushdo që ka ma të voglin e dyshimit në këtë që them, t'i bajnë mirë llogarit me fytyrën e tij, me Zotin e tij, me ndërgjegjen e tij, me pastërtinë e tij. Falja namaz të Kurban Bajramit u zhvillua në sheshin pranë xhamisë Ebu Bekër.